tani prej sonte e tutje, fillimisht të kalojmë këtë periudhë të organizimit që ka qenë e lodhshme për LDK-n, nga nesër e tutje të përpiqemi të vazhdojmë diskutime, dhe s'kemi mri atje, ju siç e dini kemi pasur vetëm një takim. Dhe na takim që janë folur as pozitat, as ndarjet pozicionale, lajmet e bëra publike janë të pavërteta. Pra ato që u shfaqën jo kaq në ministri, nuk janë diskutuar në tavolinën diskutuese. Mund të jetë një testim mediatik. Pra mund të jetë pjesë e betejës publike ku një palë e teston një ide. Po nëse ka dashur me testu, është ide e dështuar. Jo, s'mund të ketë disbalancë përfaqësuese në institucionet e Kosovës. Populli i Kosovës do të jetë sigurt me LDK-n, se LDK s'mund të pranojë asnjë marrëveshje me cilën ne nuk sigurojmë demokraci funksionale në Republikën e Kosovës, ku pozitat kryesore shtetërore nuk i takojnë një parti të vetme. Për çështje tjera, edhe nuk kemi folur. Më lejoni që tani prej sonte e tutje, fillimisht të kalojmë këtë periudhë të organizimit që ka qenë e lodhshme për LDK-n, nga nesër e tutje të përpiqemi të vazhdojmë diskutimet aty ku kanë mbetur. Prej këtij momenti, unë heqjat çështjen e pezullimit të diskutimeve dhe LDK është e hapur diskutoj tutje për institucionet. Nuk kemi mërri në asnjë pozitë individuale, ju lutem, keni më kuptim me kohë kur të mërrim, ju njoftojmë për gjë, apo ju them prej fillimit, kjo çështje s'është individuale, s'është me emra të përveçëm, është me çështje parimore. Fillimisht parimit i definojmë. Na drejtimi mende. Edhe parimi kryesor është a duhet një parti të ketë gjitha apo jo.